jam i sigurt që shumë prej kolegëve tuaj, madje edhe shokëve, miqve tuaj, cilët keni patur të njëjtin rrugtim së paku në studimet bazike në Fakultetin e Mjekësisë, sot ndodhen në vende si Zvicra, si Gjermania, si Italia apo edhe më larg. Jeni joshur për të shkuar në këto vende ku mjeku paguhet dhe vlerësohet jo pak. Tregoj drejtën, unë jam kundër. Jam shumë kundër dhe jam i thtarë asaj që të bëhet diçka më shumë vendin tonë, cilët do pjesë trojeve tona. Nëse jeni një fushë caktuar, çfarë lloj profesionit, edhe në qoftë se i ndiqni cilët janë personat, institucionet, spitalet ku mund t'ju të avancoheni, vetëm pak ju duhet shkoni jashtë shtetit, të kuptoni se edhe ata kanë qenë këtë gjendje në cilën jemi na. Në qoftë se atje ka qenë sistemi i rregulluar kur njerëzit kanë filluar specializimin dhe janë fut direkt në transplant ose në dek ndryshme mjekësisë ose kirurgjisë, shërbimeve, ne jemi aty duke i bërë ato gjëra, cilët edhe ne mund t'i bëjmë, vetëm se duhet kurajo, duhet këmbgulje, edhe duhet një jetë i mirë, i sinqert, që Zoti t'jep sukses. Edhe mendoj se, për shembull, nëse e dini historinë e Turqisë, si ka qenë shëndetësia dhe ku është, atë nuk e bëni ndonjë mrekulli, atë e bën puna e palodhshme dhe këmbulësia e atyre mjekëve, kirurgëve, specialistëve ndryshëm, profesorëve, të cilët e sollën këtë gjendje ku tash gjithë Ballkani shkon dhe kurohet, mjekohet, trajtohet në Turqi. Pra nuk është diçka e pamundshme. Vetë se duhet, si më thon, jo të kemi pionir të kësaj rruge, por se të kemi, domethënë, vazhdueshmëri edhe, si të them, caqe të sakta, qarta, ku duam të mbrim. Edhe në qoftë se ne nuk mbrim, mendoj se do jetë rruga e shtruar për gjeneratën pas neve. Pse asnjëherë nuk ka dështim.